Do bashkën e TTO, u luftën e bënë qeveria, jo as popullsi shqiptar as. Por ata që kanë dalë në alta të kërkojnë të drejtat e popullit shqiptar në Maqedoni. Të drejtat do me thënë të ndërohet statusi dhe sa të kenë të drejta maqedonasit, po ashtu edhe shqiptarët të kenë të drejtat, se ne jemi një popull me shumicë. 29 godina su. Sad sam është I lindur në vitin 1929. Ja živim I kako su živjeli pred 20 godina I deneska. Kam jetuar mendon në shqiptarët si ashtu si para 20 vjetëve edhe tani jeta. Ja kao dete su njih su čuvao stoka, su pasal I oni su mene. Së bashku kanë ruajtur baktinë dhe bujqësinë me shqiptarët, edhe ata me këtë. I nikoj ne može mene da mi dokaže da ne može da živim ja su njih ili oni su mene. Dhe asnjë nuk mund të tregon se nuk mund të jetohet njëri me tjetrin bashkë. Ova što pravi nekoj to je van, kako da ti kažem, složiteljstvo. Këtë që e bën dikush është jashtë asaj që duhet të jetojmë bashkë. Do сега se živelo, nije smo se smatrali kako jedna ista nacija. Gjere tani kemi jetuar së bashku dhe kemi konsideruar se jemi një kombë së bashku, pa marrë parasysh se kush ka qenë. A сега lično ne znamo, se prašujemo među sebe I od Dhe tani pyesim njëri tjetrin I našite što se zbiva. Se çka po ndodh tani. Da napuštim ne mislim. Të largohem prej këtu nuk mendoj. Ja smatram deka treba da se žive kako što smo živele. Unë mendoj se duhet të jetohet siç është jetuar edhe më përpara. Jedan je Bog, bilo za jedni, bilo za drugi. Zoti është një, edhe për njerët palë edhe për tjetrën palë. Çfarë mendoni ju për këtë luftë që po bëhet në TTO? Po, çfarë mendoj? Sa mirë as për ne as për ata. Konkret me u tregu drejt. Nuk dini fare ç'po ndodh për luftën? S'dim ku dile. Jo, unë nuk do të iki nga Tetova dhe do të ri në shtëpinë time. Nuk dua të iki nga shtëpia ime, pra